E ardhmja e Kristian Aslanit mund të ketë marrë një kthes tjetër për shkak të një dëmtimi. Mesfushori po dilte pak nga pak jashtë planeve të Beshiktasit, duke zbehur ndjeshëm mundësinë e transferimit përfundimtar në klubin turk, por situata e Kartal Yilmaz mund të ndryshojë gjithçka tashmë. Mesfushori turk ishte një pikë fikse në rreshtimin e Beshiktash, kurse Aslani kishte përfunduar në stol në ndeshjen e fundit dhe nuk pritej që të ishte protagonist nga fillimi as në vijim. Por Yilmaz ka pësuar një dëmtim të rënd, duke mbyllur sezonin, e kjo ka detyruar trajnerin Sergen Yalçin që të kthej përsëri syt nga Aslani. Media turke bëjnë të ditur se ai ditëri shfaq Aslanin në mesfushën e ekipit të tij në vijim, por me një rol të ri. Aslani do të jetë ndërlidhës mes mbrojtjes dhe sulmit, si një organizator nga thellësia, detyrë për të cilën Interi e mbajti si zëvendësues të Çalhanoglu këto vite. Nëse Aslani ja del të shkëlqejë në ndeshjet e ardhshme në këtë rol, shanset e tij për të qëndruar te Beshiktash do të rriten, e ndoshta e gjithë rrjedha e karrierës mund të marrë një drejtim të ndryshëm nga ai që po shkonte, në një sezon për t'u harruar. Kristian Aslani nuk po kalon një sezon të lumtur pasi eksperjenca e tij në Turqi me Beshiktashin nuk po merr rrjedhën që parashikonte mesfushori i kombëtares shqiptare. Ai ka përfunduar në stol edhe te klubi turk dhe mundësia e qëndrimit në Stamboll pas verës po bëhet gjithnjë e më e vogël. Çdo ditë në media ka diskutime rreth të ardhmes së tij dhe në ditët e kaluara u bë e ditur se Beshiktashi mund të blinte kartonin e tij, por vetëm me një shumë që ishte sa gjysma e 11 milion eurove të dakordsuar fillimisht me Interin, që ka në pronësi lojtarin. Sot janë publikuar lajme se situata ka ndryshuar plotësisht. Sipas fanatik, Beshiktashi do të përqendrohet këtë verë që të bëjë të mundur kthimin e portugezit Gedson Fernandes në radhët e tij. Mesfushori i transferuar te Spartak Moska për 20.7 milion euro në fillim të sezonit, duket se nuk është ambientuar me Rusi dhe kërkon kthimin përsëri në Turqi. Bëhet e ditur se gjatë pauzës së kombëtareve, ai ka qenë në Turqi dhe ka takuar stafin teknik të Beshiktashit, si dhe drejtuesit për të gjetur mundësinë e kthimit. Ndaj Beshiktashi do të përqendrojë të gjithë paratë që ka në dispozicion për të siguruar një kthim të Gedson Fernandes për ta rreshtuar në mesfush. Si rrjedhoi, edhe mundësia për investime të tjera, si për afrimin e Aslanit, nuk pritet të jetë e realizueshme, me mesfushorin shqiptar që duhet të nisë të mendojë për një destinacion të ri në karrierë.